që 1/3 e Sazanit që ka bërë marrëveshje për qendër meteorologjike. Pra 1/3 e ishullit Sazanit do bëhet qendër meteorologjike. Unë kom qenë i vogël, shifja qendrat meteorologjike dhe në Shqipëri dhe jashtë shtetit. E di sa ishte qendër meteorologjike në Shqipëri? Sa e madhe? Për krahasohet të drejtën? Kjo është më e madhe. Është më e madhe. Është më ngushtë. Është më ngushtë. Kjo është një kuti me këmbë që ka disa gjëra brenda. Këto quhen qendra meteorologjike. Janë të vogla dhe janë efikase. Ajo që po flasim ne në Sazan nuk është qendër meteorologjike. Ajo mund të ketë lidhje me meteorologjinë. Po si qendër matje meteorologjike. Ajo mund të jetë manipulim meteorologjisë. Ajo mund të jetë kontroll tërmetesha, ku diun. Dalim harpi, se më do të kush është i vërtet. Le të dalë njëri thotë harpi është gënjeshtër. Nxjerrën dokumentin eksperimenteve që kanë bërë me bomba atomike në ionosferë. Dhe vrima e ozonit është shkaktuar nga ato bomba në vitet 60. Le të shtojnë këta. Po me dokumenta të gjitha, mjafton ti kërkosh. Se këtu është sekreti, duhet dish kërkosh. Çdo gjë që themi është diku. Asgjë nuk është si thosh e fshehur. Sepse ata nuk arrin dot ta bëjnë këtë gjë. Ata thjesht mund ta mbulojnë aty ku duket shumë. Po këtë ne që dim kërkojmë i gjejmë. Dhe koncepti është që rasti i Argjentinës na ndihmon shumë të kuptojmë se serioz është rasti jonë. Se njerëzit kanë marrë lehtë. Ja më mirë po më shpinë. Apo. Pra problemi është, kthehemi këtu ke ne. Sa po miratuan një letre për fotovoltaik. Tam thënë shkatrojnë tokën. 2. Pas ka vënë 100.000 hektar në dispozicion të projektit të zhvillimit, ke parasysh se s'ka kësaj gjëra kështu. Sa që un paketa maleve, sa që un kështu ndryshe. Te ky projekt për ndarje toke, që po bën ky është paskark dhe më i madh. Pse? Sepse ky se ka tokën e vet. Kjo është tokë që ende një pjesë konsiderohet pa Zot. Sa akoma s'ka dalë Zoti. Po që s'është jote, s'është jote. Është aty tjetër, më kupton logjikën. Dhe në të gjithë të lloj kuptimi që ka bërë Rama në këtë moment, që ta dinë gjithë shqiptarët, është që pa i thonë kujt, 100.000 hektar tokë bujqësore, fiksoj këtë fjali, 100.000 hektar tokë bujqësore, do t'i jepen përshitje qufove ekskluzivisht. Pse qufove ekskluzivisht? Sepse është ekskluzivisht faktikisht. Çdo thot. Ekskluzivisht nuk është për ligj. Kushdo mund ta bëj. Po si thaj, përgjithësi në zyrën tonë, po përgjithësi në zyrën tonë jam unë, dhe. Apo jo. Më fal, po kur vetëm këta janë të interesuar për bler tokën tonë bujqësore. Vetëm këta, s'kush tjetër. Ti ke bolish për ta. Rastësisht kuptohet 2 ditë pas se erdhën 40 biznesmenë izraelitë, e ke parasysh konceptin. Pra ky tashi ka bën një akt shumë të rënd, sepse këta ta dëgjojnë mirë këtë fjalën që do them tani, ta dëgjojnë gjithë mirë, se hyn ato gjërat që duhet mbajt mend, sepse janë shumë të rëndësishme. Rama nuk i ka 100.000 hektar. Por Rama ka një armë. Qofse Altini ka marrë një tokë, më dëgjon ti Altin? Rama, tokën që ti kujton se e ka fut ke fondi për çufat. Ti kujton se ke tokë. Dhe thua gjithmonë, po ja s'mi kanë mbyll letrat akoma. Ç'është është letrat? Ka një letrat aty. Kanë shkuar çufat, ke 100.000 e Ramës. Pra njerëzit që mendojnë se kanë sa probleme të pasgjidhura me letrat e pronave, ta harrojnë. Ta harrojnë, sinqerisht. Ja u kanë marrë të drejtat e pronës. Letrat që ata si kanë të plotësuara 100%, në fakt i ka zhveshur Lakuriq dhe Rama këto hektarë që ka mbledhur për t'i futur ke fondi si tokë publike për Izraelin, 100.000 hektarët, ti kupton ç'është shifra që flasim. I gjithë kjo shumë, i gjithë kjo hapësirë, i gjithë kjo fuqi është ekskluzivisht pronë që njerëzit kujtojnë se e kanë. Ma kuptove fabulën? Njerëzit flen gjumë, duke menduar që pronën e kanë të tyre, po si kanë plotësuar 100% letrat. Ky çka ka bërë tash? Ka mbledhur
Të gjitha të dhënat e çdo dosi që ekziston në Shqipëri, që ka probleme. E kuptove logjikën? Dhe futet si një faktor me inteligjencë që ka maksimale, që ka shumë dhëna, dhe me anë të atyre dhënave që ky marron punë me ne. Kry punë. Dhe njerëzit kujtojnë se kanë pronë. Nuk kanë pronë. Ja u ka marrë ky 100.000 hektarë që tha është për çufut. Prandaj të folëm për Argjentinën. Se atje po marrin tokën, po blen tokën. Është një njëjta skemë. Dhe ka qenë gjithmonë për viteve 20. Patagonia si projekt për shtetin çifut.